Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, është shprehur në deklaratën për mediat se sulmet e fundit kibernetike nuk kanë lënë dëme të pariparueshme tek institucionet e prekura. Ibrahimaj tha se sulmet të tilla nuk mund të evitohen, ndërsa shtoi se siguria kibernetike është në monitorim të vazhdueshëm. Ataket kibernetike që juve përmendët nuk kanë lënë dëme të pariparueshme, që do të thotë që infrastrukturat tona të sigurisë kibernetike janë të ngritura dhe janë në fuqi. Është për ne është e rëndësishme ajo që sapo thash, pra që të mos ketë dëme të pariparueshme dhe sigurisht që në botën e zhvillimeve të teknologjisë, në botën e zhvillimeve të sistemeve, çka nuk mund të evitohet janë të tilla lloje sulmesh. Ne kemi në monitorim të vazhdueshëm nëpërmjet AKSK-s, që është Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, të gjithë stafin dhe të gjithë infrastrukturën e dur me qëllim që ne të vëzhgojmë dhe të monitorojmë në kohë reale të gjitha sulmet kibernetike që i drejtohen sistemeve tona dhe do të vazhdojmë të investojmë në këtë drejtim pasi e ardhmja është digjitale dhe sigurisht që luftat e të ardhmes do të jenë luftat digjitale. Dua të theksoj këtu që në fakt në përvlerësimet ndërkombëtare infrastruktura e ngritur në një kohë rekord që mbas sulmit të parë kibernetik nga iranianët të disa viteve më parë është një infrastrukturë e cila është vlerësuar ndërkombëtarisht për nivelet e larta të mbrojtjes dhe nivelet e larta të eficiencës. Ministria ka prezantuar një sër vendimesh të miratuara nga Këshilli i Ministrave, të cilat synojnë sipas saj modernizimin e administratës dhe forcimin e procesit të integrimit evropian. Ministria Delina Ibrahimaj bëri të ditur se në një afat të shkurtër dhe afatmesëm synohet eliminimi i plot i dokumenteve shkresore, duke kaluar drejt një administrate plotësisht të digitalizuar. Ky ligj krijon kushtet për të pasur një siguri të dhënave më të lartë, për të krijuar portofolin e identitetit digital, i cili është parakusht dhe përmbyll në mënyrë të përhershme çështjen e shkresave apo të dokumentave elektronik. Me miratimin e këtij ligji dhe me hyrjen në fuqi të tij, ne mund të themi se në një kohë afatmesme por të shkurtër, do të eliminojmë të gjithë dokumentat shkresore dhe të gjithë firmat shkresore dhe administrata shqiptare do të mund të punojë paperless. Ibrahimaj shtoi se qeveria ka miratuar një fond prej 100 milion lek për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave, ne miratojmë një fond prej 100 milion eurosh, i cili do të akordohet për AI-dën, për mbështetjen e sipërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme, ku ne parashikojmë të mbështesim 100% të fondeve deri në vlerën 2.500.000 lek për të gjitha ndërmarrjet që do të aplikojnë, me qëllim mbulimin e kostove për certifikimin e produkteve, për përmirësimin e paketimit të produkteve, për trajnime dhe gjithashtu për zhvillime teknologjike që lidhen me tregtinë elektronike. Ndërkohë, një tjetër akt lidhet me përmbylljen e pikave të aktit 30 në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe me vendosjen e mekanizmave për shqyrtimin e investimeve nga vendet jo anëtare të BE-s, veçanërisht në sektoret e medias dhe mbrojtjes.